Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni 21 minuta i lajmeve. Në kuadër të vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidentja Vjosa Osmani është takuar me presidentin amerikan Donald Trump. Pas këtij takimi, Osmani ka shkruar se me presidentin Trump kanë pasur një bashkëbisedim shumë të frytshëm dhe se ka falenderuar atë për rolin e pazëvendësueshëm të Amerikës në Kosovë dhe në rajonin ton. Osmani ka theksuar se aleanca me SBA-n mbetet boshti i pathyeshëm. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar me presidentin amerikan Donald Trump, me të cilin tha se zhvilloi një bisedë të gjatë dhe shumë përmbajtësore. Ajo e ka falenderuar presidentin Trump për mbështetjen e vazhdueshme dhe, siç është shprehur, të pathyeshme të SBA-s për Kosovën. Një takim i planifikuar si protokollar me presidentin Trump u shndërrua në një bisedë të gjatë dhe shumë përmbajtësore. Faleminderit presidentit Trump për interesimin e veçantë që tregoi rreth rolit të pazëvendësueshëm të Amerikës në Kosovë dhe në rajonin ton, si dhe për angazhimin e tij të palodhshëm për paqe. Miqësia dhe aleanca me Shtetet e Bashkuara mbetet një bosht i pathyeshëm. Kosova do të jetë gjithmonë në anën e demokracisë, lirisë dhe partneritetit me SBA-t, sepse pikërisht aty rreh zemra e lirisë son. Takimi mes Osmanis dhe presidentit amerikan Trump u zhvillua në New York. Në kuadër të vizitës në SBA, presidentja Osmani ka mbajtur fjalim në Kolegjin e Luftës së Ushtrisë Amerikane për rrugtimin e Kosovës nga mbijetesa në liri, për kontributin e ushtarëve amerikan dhe për aleancën historike të Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Gjatë fjalimit të saj të premten, Osmani tha se ishte Amerika dhe NATO ato që Kosovën e qua në liri dhe në një shtet të sigurt. Isha një vajzë e re kur Kosova po përballej me një luftë genocidale të Miloševićit. Ishte një kohë kur ne po detyroheshim të largoheshim nga shtëpitë tona, kur më të dashurit tanë po vriteshin para syve tanë dhe kur fëmijëria jon ishte thjesht në luftë dhe konflikt. Në orët më të errta, Amerika qëndroi me ne, ishin ushtarët amerikan bashkë me vendet aleate të NATO-s që dëshpërimi në Kosovë e kthyen në shpresë, frikën në siguri dhe okupimin në liri. Osmani po qëndron në New York, ku po merr pjesë në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Më 23 shtator, në pritjen organizuar nga presidenti Trump, Osmani u takua edhe me sekretarin amerikan të shtetit, Marco Rubio. Në Shtetet e Bashkuara po qëndron edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministria në detyrë për punë të jashtme dhe diasporë Donika Gërvalla. Qëndrimi i zyrtarëve të Kosovës në New York vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara pësuan një goditje në fillim të këtij muaji. Gjatë qëndrimit në New York me ftesë të ministrit të punëve të jashtme të Gjermanisë, presidentja Osmani ka marrë pjesë në takimin e radhës të Fondit Global për Angazhim dhe Qëndrueshmëri të Komunitetit, ku Kosova është vend partner nga viti 2017. Osmani ka shkruar se në këtë takim ka riafirmuar përkushtimin e palëkundur të Kosovës për të luftuar terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Ndërkaq, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, i cili po ashtu po qëndron për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me ish-luftëtarët e batalionit Atlantiku, ka vizituar dhe ka vendosur lule në varezat e heronjëve të Kosovës, ish ushtarëve të batalionit Atlantiku, vëllezërve Ylli Mehmet dhe Agron Bytyqi, të cilët ishin zënë rob dhe ishin ekzekutuar nga Gjandarmeria Serbe pas përfundimit të luftës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti vizitoi po ashtu memorialin e 11 shtatorit në New York, duke nderuar viktimat e sulmeve terroriste të vitit 2001. Në këtë vizit, Kurti u shpreh se përkujtimi 11 shtatorit mbetet një përvojë e dhimbshme. Ai në platformën X theksoi se memoriali nderon jo vetëm trimërinë e treguar nga njerëzit që shpëtuan njëri tjetrin, por gjithashtu humbjen e jashtëzakonshme të gati 3.000 jetëve dhe 10 mijëra njerëzve që vazhdojnë të vuajnë pasojat e ngjarjeve.
Policia e Kosovës sërish ka gjetur dhe sekuestruar armë, municion dhe pajisje të tjera ilegale në veri të Mitrovicës pas një operacioni në një podrum afër sheshit Car Lazar. Prokurori shtetit ka urdhëruar inicimin e procedurës për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Aktualisht nuk ka persona të arrestuar, ndërsa hetimet vazhdojnë. Policia e Kosovës u bën thirrje qytetarëve që çdo informacion për armë ilegale të raportojnë menjëherë. Pas konfiskimit të armëve e municionit në veri, ka reaguar ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Sfeqla, i cili ka thënë se më nuk ka stre për kriminalët apo elementët që cënojnë sigurinë e vendit. Sfeqla u shpreh se mbesin të përkushtuar ndaj rendit dhe ligjit. Asnjë pjesë e territorit të Republikës sonë nuk është më stre, as për kriminal e as për armatim apo elementet të tjera që cënojnë sigurinë e vendit tonë. Mbesim të përkushtuar ndaj rendit dhe ligjit, sigurisë dhe stabilitetit për qytetarët tanë dhe për Republikën tonë, ka shkruar ministri në detyrë. Kalojmë tek zhvillimet në skenën politike në vend. Në prag të vendimit të gjykatës kushtetuese rreth konstituimit të kuvendit, njohës të çështjeve kushtetuese dhe politike shprehin pikpamjet e tyre. Ata përmendin 3 opsione të vendimit. Konstatim se kuvendi nuk është konsistuar apo e kundërta, si dhe rekomandim për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Në kohën kur kanë mbetur edhe 3 ditë deri në përfundimin e masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese, e gjithë vëmendja është drejtuar te ky institucion në pritje të vendimit përfundimtar të saj nëse ka apo jo konstituim të kuvendit, pas zgjedhjen edhe të një nënkryetari nga komuniteti serb. Profesori universitar i së drejtës kushtetuese, Mazlum Baraliu, përmend 3 opsione të mundshme të vendimit të gjykatës kushtetuese, pas ankesës së listës serbe rreth zgjedhjes së nënkryetarëve nga pakicat. Mund të ketë një vendim i cili e njeh konstituimin e kuvendit dhe vetëm e obligon kuvendin që në një mbledhje të ardhshme, ta vënë në rendite dhe të siguroj vota, sepse konstituimi i kuvendit nuk është për një parti, për këtë rast për listën serbe, ose dikush tjetër për Rashiqin, po është për kuvend, për qytetarët, për kuvendin, edhe kjo mund të ndodhë. Varianti dytë është që nuk e njeh, nuk është konstituu kuvendi, siç ka gjasa, duhet të kthehet procesi edhe një herë i përsëritur, ose për këta 2 përfaqësues, siç e thotë paragrafi 4 i nemrit gjatë të shtatë kushtetutës, të 2 komunitete pakic, ose të njerët të këtij komunitetit serb edhe një herë. Të votohet për shkak se mund të thotë për shembull nuk është respektuar aktin e ligjor rregulloja që mendoj unë të ishte gabim nëse kështu shkon. Edhe varianti i tretë mund të jetë pikërisht kjo që ju po e shtronin pyetjen e juaj që të rekomandoj që të shkohet në zgjedhjet e parakohshme. Pra nuk e lën mundësinë që presidenti të shpallë se kuvendi le ta bëjë shumicën, po e të shef që këta smerën vesh mund ta bëjnë shumicën, si janë të gatshëm për asnjë formë kompromisi as marrëveshje, po ju thotë, duhet shkuar në zgjedhjet parakohshme dhe pikë dhe zgjedhjet duhet mbahen brenda ashtu siç thotë kushtetuta, kaq ditë është dhe e përfundon. Këto 3 varianta mendoj unë që mund të jenë njëra prej tyre. Politologu Albinot Maloku ndërkaq shpreh që gjykata ta konfirmoi që kuvendi nuk është konstituar. Tani këtu nuk du me përjurdiku, mirë po do të duhet ishte që t'i kërkohej subjekte politike t'i kthehen respektimin të kushtetutës. Kushtetuta thot në mënyrën më të mirë të mundshme se si zgjidhet të përfundohet procesi edhe rreth nënkryetarëve që kanë ngel si bllokim. Subjektet politike të korpusit politik shqiptar, gjithsesi që kanë atë pjesën e fajit tyre, dhe kam përshtypjen që të gjitha subjektet politike në këtë çështje janë shkelëse të kushtetutës. Kuvendi i Kosovës kishte dështuar të zgjidhte një nënkryetar nga pakicat serbe pas ndarjes së votimit të nënkryetarëve nga komunitetet, ku deputetja bosnjake Emilia Rexhepi ishte zgjedhur në këtë pozitë, derisa deputeti i listës serbe Slavko Simić dhe të tjerët nga kjo parti, si dhe deputeti serb Nenad Rashić, nuk ishin marrë votat e mjaftueshme.
Lista serbe më pas i ishte drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesë përmes së cilës konteston mënyrën se si është zhvilluar procesi zgjedhjes së nënkryetarëve të kuvendit nga radhët e komuniteteve jo shumicë, gjë që kishte quar në vendimin e gjykatës për masë të përkohshme deri në një vendim përfundimtar, masë kjo e cila përfundon të martën. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, tha se zvaritja e ngërçit politik po e lë Kosovën pa zë të plot e të besueshëm në arenën ndërkombëtare, si dhe po bllokon prioritetet jetike nga buxheti deri te reformat. Gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë, ai u kërkon të gjitha palëve ta lejojnë gjykatën kushtetuese të bëjë punën e saj, të respektojë pamëdyshje vendimet e saj, si dhe të mundsoj funksionalizimin e kuvendit, zgjedhjen e qeverisë dhe të presidentit në fillim të pranverës. Sipas tij, përgjegjësia për zgjidhje është e përbashkët ligjore dhe politike, duke shtuar se nëse kjo nuk arrihet, atëherë zgjedhjet e reja mbeten opsion. Si pasojë e mos funksionimit të institucioneve të reja, vendi rrezikon të mbetet pa buxhet për vitin e ardhshëm. Partitë ish opozitare, asociacioni komunave dhe organizatat e shoqërisë civile thonë se nëse s'ka shumicë parlamentare në kuvend për të miratuar buxhetin, do të bllokohen të gjitha pagesat prej 1 janarit 2026. Megjithatë, Ministria në Detyrë e Financave thotë se aprovimi i ligjit për buxhetin pritet të brenda afatit të përcaktuar me ligj. Në këtë kohë të vakumit institucional, pa kuvend funksionale, pa qeveri të re, Ministria në Detyrë e Financave, Punës dhe Transfereve zotohet se projekt buxheti për vitin 2026 do të miratohet brenda afateve ligjore. Kjo ministri në një përgjigje me shkrim thekson se para lëshimit të qarkorrës buxhetore janë realizuar të gjitha analizat përkatëse dhe janë zhvilluar diskutimet me organizatat buxhetore, përfshirë dhe konsultimet me nivelin komunal. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve aktualisht është në proces të zhvillimit të dëgjimeve buxhetore me organizatat buxhetore për projekt buxhetin e vitit 2026. Aprovimi i ligjit për buxhetin pritet të bëhet brenda afateve të përcaktuara me ligj. Sa i përket qarkurës buxhetore, për të nuk mbahen dëgjime publike. Megjithatë, para lëshimit të saj janë realizuar analizat përkatëse, janë zhvilluar diskutime me organizatat buxhetore, është mbajtur komisioni granteve për financimin komunal dhe janë zhvilluar konsultime me nivelin komunal. Mirë po, kritika ndaj qeverisë në detyrë në lidhje me projekt buxhetin për vitin 2026 adreson deputeti i LDK-s Avdullah Hoti. Sipas tij, Ministria e Financave nuk ka respektuar procedurat e domosdoshme në hartimin dhe miratimin e buxhetit të shtetit. Qeveria, edhe pse është në detyrë, duhet ta përgatis komplet projekt ligjin e buxhetit për vitin 2026 dhe ta miratoj në qeveri. Nuk mund ta dorëzojnë kuvend sepse nuk ka kuvend të konstituuar. E ka për obligim që ta miratoj draft buxhetin, pra projekt ligjin e buxhetit për vitin 2026 brenda afateve ligjore, siç përcaktohet në ligjin për menaxhimin e financave publike. Nëse nuk ka buxhet të miratuar deri me 31 dhjetor të këtij viti, me 1 janar, sipas ligjit, bllokohen të gjitha pagesat. E ngërçi politik në të cilin ndodhet vendi që gjysmë viti po ndjehet edhe në komuna, thot kryetari i Asociacionit Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi. Ai thekson se nëse nuk ka konstituim të plotë të kuvendit dhe më pas formim të qeverisë së re, komunat rrezikojnë të përballen me probleme buxhetore nga janari i vitit të ardhshëm. Gjithashtu kemi edhe çështjen e buxhetit të komunave të Republikës Kosovës. Me legjislacionin në fuqi, komunat i miratojnë buxhetet e tyre komunale deri më 30 shtator të këtij viti për vitin e ardhshëm. Nëse nuk kemi organe legislative dhe ekzekutive në nivelin qendror të konstituura, atëherë komunat mund të mbesin pa buxhet vitin e ardhshëm. Në anën tjetër, hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Naim Jakaj, ngre dilema juridike nëse qeveria në detyrë mund të miratojë buxhetin për vitin 2026. Sipas tij, ky ligj duhet të votohet nga një qeveri legjitime dhe legale para datës 31 tetor dhe t'i dërgohet Kuvendit Kosovës për miratim deri në muajin dhjetor. Do të rrezikojmë të mos kemi buxhet për vitin tjetër fiskal, me qenë se sipas ligjit për menaxhim të financave publike, një ligj i tillë duhet votohet nga një qeveri legjitime, legale,
para datës 30 tetor që t'i dërgohet Kuvendit të Kosovës për miratim deri në muajin dhjetor. Kosova nuk ka themeluar institucione të reja edhe 8 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, ndërsa aktualisht po pritet vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese për çështjen e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Vazhdon fushata e partive politike për zgjedhjet komunale të 12 tetorit. Në vijim ju sjellim kronikat nga aktivitetet e sotme elektorale. Nuk do të qeveris unë pa ju, po ju bashkë me mua. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të fushë Kosovës, Valon Prebreza, ka mbajtur tubim elektoral para zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në shkollën Mihail Grameno me gratë e qytetit. Prebreza prezantoi projektot dhe zotimet e plan programit qeverisës të lëvizjes vetëvendosje, të cilat sipas tij do të kenë prioritet vajzat dhe gratë. Ai tha se do të mbështeten vajzat dhe gratë ndërmarrëse për biznese të reja, ashtu siç do të mbështeten ato me bursa STEM. Nuk do të qeveris unë pa ju, po ju bashkë me mua. Për gratë dhe vajzat tona ne kemi një zotim të qartë. Askush nuk do të mbetet pas. Zotimet tona, zotimet e mia si kandidat për kryetar komunës, për fushë Kosovën janë: do të krijojmë një fond të veçantë komunal për gratë ndërmarrëse, që t'i japim kapitalin dhe mbështetjen për të nisur dhe zhvilluar bizneset tuaja, do të hapim qendra resursesh për gratë, ku secila prej jush do të mund të gjejë ndihmë ligjore, psikologjike dhe profesionale, sepse asnjë gru nuk duhet të mbetet mbrapa përballë sfidave. Do t'ju mbështesim me bursa STEM për vajzat, fuqizimi i gruas nuk është thjesht çështje barazie. Fuqizimi i gruas është kusht për zhvillim, është garanci për drejtësi, është themeli i dinjitetit të krejtë shoqërisë tonë në cilën jetojmë. Që nga qerdhët publike tek ndriçimi publik kudo, nga ujësjellësi tek trotuarët, nga kultura tek qendrat mjekësore familjare, e kemi ideuar që gjithçka të jetë edhe sipas nevojave të grave dhe vajzave të qytetit. Rinia, po aq sa është zotimi ynë për gratë i fortë, po aq më shumë është dhe për rinin tonë. Rinia është zemra e Kosovës. Dhe ne nuk duam që rinia të na ikën nga ky qytet, por një rini që qëndron. Në këtë tubim elektoral mori pjesë edhe nënkryetaria e Kuvendit të Kosovës, Albulina Haxhiu. Në votime, për veten tuaj, për fëmijët tuaj. Në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 12 tetorit, kandidati i PDK-s për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, takoi një grup pensionistësh në lagjen Ulpiana në kryeqytet, ku prezantoi zotimet për krijimin e kushteve më të mira të jetesës për këtë kategori të shoqërisë. Ismaili ka thënë se një Prishtinë funksionale është ajo ku edhe gjyshi e gjyshja mund të dalin lirshëm nga banesa, duke premtuar instalimin e qindra ashensoreve. Me instalimin e 400 ashensoreve të rinj dhe fasadimin e ndërtesave, do të krijojmë kushte që të moshuarit të kenë jetë aktive komunitare dhe të jetojnë me dinjitet. Prishtina funksionale është Prishtina ku dhe gjyshi e gjyshja mund të dalin lirshëm nga banesa. Një prej problemeve që Ismaili ngriti gjatë këtij takimi ishte edhe mungesa e ndriçimit publik dhe prania e qenëve endacak, që shpesh sipas tij bën arsye pse të moshuarit ndihen të pasigurt për të lëvizur në mbrëmje. Ai tha se këto do të trajtohen me prioritet për të siguruar që qyteti të jetë i qasshëm dhe i sigurt për të gjitha moshat. Në vazhdim e aktiviteteve zgjedhore gjatë ditës, PDK-ja mbajti tubim zgjedhor me gratë e komunës së Rahovecit, si dhe tubim zgjedhor me qytetarët e komunës së Suharekës.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në një tubim elektoral në Pej, ka prezantuar zyrtarisht Gazmend Muhaxherin si kandidat të LDK-s për kryetar të komunës. Abdigjiku theksoi se Peja ka qenë gjithmonë bastion i LDK-s dhe do të mbetet pararoj e fitores edhe në këto zgjedhje. Nuk ka sallë tjetër në Kosovë që jep dridhje si kjo sallë, nuk ka vend tjetër në Kosovë që përshkruan më mirë besimin, qëndrueshmërinë dhe forcën e një populli si kjo sallë. Këtu gjithherë forca e qytetarëve është kthyer në fitore, këtu çdo prohoritje është kushtrim për Kosovën, prandaj edhe sot nga Karagaçi e nga Peja kushtrojmë fort, kushtrojmë qartë, kushtrojmë zëshëm, fitore dhe asgjë më pak se kaq, fitore për Gazin që në raund të parë. Peja është qytet që kur nuk është dorëzuar, është qyteti që kur nuk është lëkundur, është qyteti që gjithmonë ka zgjedhur rrugën e drejtë. Peja ka qenë gjithmonë me LDK-n, Peja ka qenë gjithmonë me Rugovën, Peja ka qenë gjithmonë me demokracinë, me lirinë, me shtetin, dhe kështu do të jetë edhe sot, edhe nesër, edhe gjithmonë, ka deklaruar Abdigjiku. Duke quajtur Muhaxherin kryetar kampion, Abdigjiku vlerësoi punën e tij në 3 mandatet e kaluara, duke cilësuar si model të qeverisjes lokale dhe simbol të përkushtimit e rezultateve konkrete. Në krye të këtij qyteti për 3 mandate me radhë qëndron një njeri që nuk ka nevojë për prezantim, një njeri që e ka bërë Pejën model të qeverisjes lokale, një njeri që ka fituar çdo betejë me punë, me dinitet dhe me vizion. Ky njeri është Gazmend Muhaxheri, kryetar kampion i Pejës. Gazmend Muhaxheri është simbol i punës, i përkushtimit dhe i fjalës së mbajtur. Është njeriu që nuk premtoi kurrë më shumë se ç'bënte, por gjithmonë bëri më shumë se ç'premtonte. Është kryetari që e ka transformuar qytetin ton nga themeli, që e ka kthyer Pejën në një emër të njohur, jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë kufive të saj. Është kryetari që e bëri Pejën adresë të respektuar për vizitorë, për biznese, për kulturë, për sport e për turizëm. Është njeriu që i dha këtij qyteti frymën moderne që e shohim sot në çdo hap, në çdo lagje, në çdo shesh të Pejës son, theksoi ai. Ai tha se LDK garon me një ekip profesionistësh që ofrojnë qeverisje të ndershme dhe vizion të qartë. Abdigjiku përmbylli fjalimin me thirrjen për fitore që në raundin e parë, duke cilësuar Pejën si qytet që gjithmonë ka zgjedhur rrugën e drejtë. Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Prishtinës, Beg Berisha, në vazhdon e aktiviteteve parazgjedhore ka njoftuar se është takuar me kandidat për kuvendin komunal të kësaj partie. Në takim me kandidatën Rezar Taliu tha se diskutuan për programin përfshir arsimin, trafikun, sigurin e shëndetin mendor, ndër të tjera. Një lagje e pastër, e gjelbëruar dhe me problemet bazike të zgjidhura, ndikon drejt për drejt në mirëqenjen ton fizike dhe mendore. Një park rekreacional dhe pista ecjeje do t'i bënin shumir veternikut dhe banorëve të tij. Bashk me Rezartën, kemi me bë veternikun më të mirë dhe më të jetueshëm, ka shkruar Berisha. Më herët gjatë ditës, ai njoftoi se është takuar me një tjetër kandidate, Gjevahire Vlasaliu, bashk me të cilën dhe me qytetarët tha se do të ndërtojnë një Prishtinë ku çdo fëmijë ka mundësi të barabarta, ku mësimdhënësi do të ngritet në nivelin e merituar, ku shkollat janë të sigurta dhe ku dijes i hapim dyert më gjerë, bashk për një Prishtinë më të ditur, më të drejtë e më të sigurt, shkroi Berisha. Kandidatja për Prishtinën nga PSD-ja Besa Shahini ka vazhduar edhe sot aktivitetet në kuadër të fushatës parazgjedhore. Ajo ka njoftuar se bashk me Fadel Ahmetin, kandidatin e kësaj partie për asamble, kanë takuar banorët e Vellushës, rrugës kryesore që lidh me Kolovicën, ku siç ka thënë mungon ndriçimi publik dhe gjysma e ujit humbet në gypat e vjetruar. Biseduan për koston e lartë të jetesës në Prishtinë dhe nevojën që çdo lagje të ketë qerdhën e saj publike. Faleminderit për mikpritjen, ka shkruar Shahini në Facebook.
Organizatorët e platformës Liria ka emër kanë bërë të ditur se do të organizojnë një udhëtim me motocikleta drejt Hagës. Nisja e këtij marshi do të bëhet nga 15 tetori dhe do të kalojë përmes disa vendeve evropiane. Më 17 tetor do të jem në Zyrich për të vazhduar më pas drejt Hagës. Të gjitha rrugët na çojnë për në Hagë. Më 19 tetor jemi atje. Për drejtësi, për liri, për dignitet, thuhet në njoftimin e Liria ka emër. Shikues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje.